Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatisim së bashku tavë dhe me mëlçi qingji. Hedhim pak vaj në tigan, 500 gram mëlçi qingji, Diskursin mëlçit në tigan, tani hedhim një flet, do të shtojmë edhe 2 thelba hudër. Një shpesh të kërë do të shtojmë, edhe një shpesh të kërë. Të hedhim edhe 2 domate kushe. Shtojmë një lugë këriç, një gjysmë lugë paprika, edhe gjysmë lugë piper. Dhe shtojmë një lugë sal, dhe një filxhan uji të valuar. Do ta lëm të valojë derisa të shtërret uji. Dhe tani do t'i shtojmë gjizën. Dhe tani mëlçit e kemi gati, do t'i hedhim në tavat e dhëv, do t'i pjekim në furrë. Tani do t'i hedhim në tavat e dhëv. E hedhim pak vaj ulliri. Tavat e dhëvut i kemi gati për në furrë, do t'i pjekim në 220 gradë për 25 minuta. Dashur miq, tavat e dhëvut janë gati. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.